qasin ideologjike, mënyrën e organizimit partisë dhe mbi të gjitha. A mund t'i bëj një Çfarë do sjellin ndryshe këto për të ndryshuar ato realitete që janë sot? Atëre. Po, ke pyetje? Jo, kishte shumë të vërteta mentori, po kam një replik, dëgjoj. Kjo është brenda asaj që thashun të disfatizmit. Dhe disfatizmi i gjithë kësaj historie fillon nga 2 të mëdhenjt. Ata thonë, këta ema dhe këta, dhe po të shikosh kanë filluar i sulmojnë. Këta, do më thonë, dhe Berisha dhe Rama. Jam disfatist, unë përpiqem të jem realist. Pra unë nuk duhet të besoj një Ram të ri për hir të... Më lërë të mbaroj. Unë e shikoj pak më ndryshe. Këto që the ti janë të drejta. Unë i kam parë shenjë me lapajnë që i thonë a i dut njëri tjetrit. Për gjëra penale. Për shë e vërtetën. Shikoj qoran që thot prap akuzat të rënda unë me ata. Këto janë të vërteta. Thelbi që shikoj unë, të gjithë, shka përveç këtyre, është që këta të gjithë bashkë, ta theksova unë, janë kundra atyre të dyve, kundra korupcionit, pro drejtësisë, dhe pro gjithave... Qëse do ishin kundra, do bëshin bashkë apo poli? Qëse do ishin kundra? Në rastin më të mirë quhen paterica. Një ndryshim shkurtër. Këta nuk e kanë një lloj me ata, tani këtu të jemi fair. Ata kanë probleme, mund të kenë paranoja, ore mund të jenë të futur dhe të paguar dikush e dikush. Po pra paterica. Në rastin këta do ishin të gjithë bashkë. Por të paktën atë që mbajnë deri tani, ata e kanë parimore. Është tjetër gjë pastaj sepse fillon torta e partive alternative. Një fjalë shkurtër. Nuk e edhin do të lutem se krem Krishnikun dhe publicitet. Vetëm një fjalë shkurtër. Për mlidhet lutem. Në lidhje me punën e listave të hapura, nuk është se është aq parimore sa këta duan listat të hapura. Është taktik e thjesht elektorale, është për maksimalizimin e votës. Dhe nëse këta do ishin gjithë bashkë dhe të dilnin me listë, lista këtyre do ishte shumë herë më cilësore se listat e 2 të mëdhenjve. Vetëm aty do kishin një shans real për të bërë një ndryshim që qytetarët kishin dhe alternativë për të dalë aty. Okej, Krishnik. Unë mendoj që gjetjet e kësaj pyetje të sondazhit janë shumë të sakta dhe nxjerrin pa një realitet i cili në një farë mënyrë është shumë zhgënjës. E para duhet të bijem dakord të gjithë për një mënyrë reflektimi e cila pasqyron besimin që ka populli tek partitë e reja, apo ajo përqindja që vogël është thjesht urrëtia që kanë ndaj të vjetrave dhe mbeten 14% që nga duke mos pasur pulat do han sorrën. Tani, pse është ky perceptim i vogël? Me të drejtë të gjithë paneli bie dakord me një ide. Këto parti kanë një përgjegjësi historike dhe politike para shqiptarëve, të cilët i hoqën mundësi Shqipërisë në një moment krize politike për të konfiguruar politikisht parlamentin e Shqipërisë dhe për të sjellë rotacion. Ai 14% nuk do reflektohet dot në 20 apo 30 deputet, sepse ato u përçan dhe nuk pranuan të bashkohen, dhe sot çdo shqiptar e kupton që ato luajnë për një mandat. Dhe duke luajtur për një mandat, historia ka treguar që ti nuk mund të krijosh as vetvendosjen shqiptare dhe as një parti të qëndrueshme atë që thot Reldari. Sepse Albin Kurti u bëj qëndrueshëm, sepse në zgjedhjet e para mori 10 deputet. Dhe me 10 deputet nuk ka asnjë parti në Shqipëri që të ketë dalë dhe të ketë vuajtur Çelsin, po ka parti jashtë parlamentare të cilat janë mbyllur. Një nga arsyet e tjera që shqiptarët në shumicë nuk i besojnë është sepse me të drejtë u tha, kemi 5-6 parti vetëm kryetar, nuk kanë as nënkretar, nuk kanë as sekretar, nuk kanë as kryesi, as forume, dhe në perceptimin e publikut, këto ngjajnë në nivel shoqatash. Ne jemi fatkeq si shoqëri që nuk kemi shoqëri civile, po të kujtoj në kohën kur edhe mentor Kikia është marrë në fillimet e veta me shoqërinë civile, bëjshin protestat e shoqatave të barabarta sot me të partive. Pra, por nuk mund të vish në nivelin e organizimit të një shoqate dhe të kërkosh të përmbysësh regjimin dhe sistemin politik në Shqipëri. Dhe në kontekstin e gjithë kësaj që thash, përplasja që bën 4 partitë e re me njëra tjetrën,
u duk sikur këto më shumë kanë luftën, rivalitetin dhe konkurencën për të eliminuar njëri tjetrin, për të marrë protagonizmin, se synimin për të rrëzuar Edi Ramën apo Sali Berishën si establishment vjetër. Dhe kjo është arsye që me gjithë këtë zhgënjim popullor me Edi Ramën apo me Sali Berishën, prapë përqindja është shumë e vogël e besueshmërisë për këto parti. E qartë. Okej, shkojmë në publicitet, rikthehemi